Raportuesi për Maqedoninë e Veriut në Parlamentin Evropian, Thomas Vajc, ka propozuar një amendament me të cilin tregoi qartë se ku ai e sheh problemin rreth drejtësisë. Në një nga amendamentet, Vajc u bëri thirrje të gjithë aktorëve politik që të ndalojnë sulmet ndaj institucioneve gjyqësore, ku u theksua se Këshillin Gjyqësor dhe Këshillin e Prokurorëve të respektojnë pavarësinë e tyre dhe të ndalojnë ndërhyrjen në punën e tyre. Amendamenti vjen në një kohë pasi një deputet i pushtetit në kuvent ka deklaruar se 3 gratë e PSP-s janë njollosur më shumë se 3 dergucët, duke përfshirë edhe prokuroren publike Lençe Ristoska, e cila ishte një nga kandidatet për prokuror të ri publik të shtetit. Ndërkaq, me një amendament tjetër, Vajc e ka identifikuar edhe më drejt për drejt shkakun pse nuk ka drejtësi në shtet, në vend që faji tu hidhet vetëm organeve të drejtësisë. Në të, ai ka shprehur keqardhje të thellë që ndryshimet në kodin penal që nga viti 2023 vazhdojnë të minojnë ndjeshëm përpjekjet për luftën e korrupsionit, ku thotë se veçanërisht në ndjekjen e rasteve të korrupsionit në nivele të larta. Në amendament, gjithashtu thuhet se ndryshimet e fundit, të cilat janë kritikuar ashpër nga ekspertët dhe shoqëria civile, ku sipas Vajc nuk kanë sjellur zgjidhje. Vajc në amendament ka njoftuar se i bëjnë thirrje autoriteteve që urgjentisht të përgatisin ndryshime në kodin penal ekzistues dhe në bashkëpunimin e ngushtë me BE-n dhe në palët e tjera relevante të interesuara për të adresuar ndikimet negative nga ndryshimet e bëra në shtator 2023 dhe në janar 2026 për të siguruar zbatimin e tyre efektiv.